sonte do të flasmi për një temë, e lutem Allahun Azza wa Jall që kjo temë këtë qëllune na bën dobi në imanin tonë, me xhlisin tonë. Dhe lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall gjithmonë me xhliset tona shton bereqet në kuptimin e Kur'anit dhe Sunetit. O ju vëllezër, sonte me lejen Allahut Azza wa Jall do të flasmi për këtë temë. Ahmiyatu at-tafaul, rëndësia e optimizmit. Mas pari do të ta kuptojmë çka do të thonë optimizm. Optimizm do të thonë apo optimizmit kur njeri mendon diçka, për të ardhmen e tij. Kur njeri ka diçka afër zemrës dhe don me bëu ato, çka është optimizm? Do të thonë me mendu pozitiv. Gjithmonë me mendu ka e mira. Kur do me arrit tek e mira, gjithmonë mendo për të mirën. Do me mendu të mirë për të me arrit çat mirë. Do që kjo është quhet optimizm. Mirë, ejuhel ikhwa, o ju vëllezër e mi. Dinuna dinu at-tafauli wa bushra. Feja jon është fe e optimizmit dhe fe e përgëzimeve. Çush përgëzimeve? Feja jon neve na mëson se çush me qenë optimizëm. Çush me qenë për me qenë pozitiv, me mendu gjithmonë pozitiv, me mendu gjithmonë ka e mira. Feja jon na mëson një gjë të tillë. Dhe feja jon është ajo e cila neve gjithmonë na jep gëzime. Shiko Allahu Azza wa Jall çfarë gëzime jep në domethënë në Kur'an. Gjennetin, kameri për në bushra për gëzime, gjennetin, at-tafaul ibade. O ju vëllezër, optimizmi është adhurim. Paramendaj vëllezër që më të folë. Me mendu të pozitiv është adhurim. Mendan. Çka është optimizmi qëta është? Me ndajmi, apo e përfshimi këtë thamë kështot. Qoftë optimizm që mendan për vllahun, për filanin, për kushi, për popull, për çdo sen. Him këto. Mirë po optimizmi him edhe për jetën tane që ti mendon nuk muj me arrit ata, nuk muj me bëu në kështu. Jo. Ti mundesh me bëu. Ti mundesh me arrit. Do të thonë si kështu e merr njëjtin kuptim. E kjo është at-tafaul al-ibada, është adhurim. Pse? لأن مبناه حسن ظن بالله. Nga se çikja e tafaul optimizmi është ndërtuar mbi ta kush mendimi i mirë për Allahun. Sot duhet të qenë pozitiv. Në qoftë se nuk ki mendim të mirë për Allahun, kur s'kemi mujt me arrit çat qëllim që ti që dëshiron. Subhanallah. Po gjithmonë duke pat mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall, kemi mujt me arrit edhe me qenë gjithmonë pozitiv në mendimet tua, në veprat e tua. Nahnu ma'muru nuhsunu dhanna billah. Ne jemi të obligueshëm jemi që me pat mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon që thot Allahu Azza wa Jall, qala Allah, ana indi dhanna 'abdi bi. Unë vërtet jam në mendimin e robit tan. Çka do të thonë që kjo? Që kjo është ibade, at-tafaul, që kjo është? Von Allah Azza wa Jall është me mendimin ton, është me optimizmin ton. Çush mendon, Allah ka me qenë me ty. Von shiko është ibadet. Paramendoj kur njëri për shemb mendon për vllajën e tij që kështu, apo e kupton? A nuk e din që është ibadet? Një pjesë domethënë e kuptim. Pjesën tjetër që do me arritë sendet pozitive, me qenë i mirë, i afërt tek Allah, me qenë jetën tonë ti që e dëshiron diçka. Gjithmonë mendo mirë për Zotin, gjithmonë kemi qenë pozitiv dhe kemi arrit ato me lejen e Allahut Azza wa Jall. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله. Asnjani për thot mos vdesni ndryshe vetëm duke pat mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Shiko çfarë hadithi madhështor. Asnjani për thot pejgamberi mos vdes ndryshe vetëm duke pat mendim të mirë për Allahun. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e shoqëron optimizmin e besimtarit deri në vdekje.
Po do ti ba optimist, deri në vdekje. Gjithmonë menda pozitiv. Gjithmonë thu jo, Zoti mu ka më ndonë, Zoti mu kena me bërë kështu. Në qoftë se bujmë këtë tribun këta, Allah ka më na dhënë, Allah ka më shtu popën, Allah ka më udhëzu njerëzit. Deri në vdekje po thotë pejgamberi, bëhu optimist. Duke mendu mirë, pozitiv, atëherë me lejnë Allah dhe t'jenë edhe ndihmë Allah. Ibn Mesudi jahlifu, dhe thonë Ibn Mesudi betohet, thotë Wallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu, thotë pasha ata Allah në azajat, që nuk ka për eshti as kështë tjetër. Ma utiya abdun mu'min khairun min husni dhan, thotë nuk ju zhdhan besimtarit diçka më të mirë se sa me mendu miraj, me qenë optimizëm. Shikova dhe subhanallah. Nuk ja Abdullah pu betot me Allah, po dhe pasha Allah, nuk ju zhdhan besimtari diçka më të mirë se sa ai me qenë optimizëm, me mendu mirë, me mendu pozitiv. Pse jo vëllezër? Anna al-amra kulluhu biyadillah. Këtë çështët janë dorën e Allahut azza wa jalla. Për çata mendo mirë. Për çata domethënë bëu optimizëm. Gjithmonë mendo pozitiv. Pse? Këtë çështët janë dorën e Allahut azza wa jalla. Kur mos mendon nuk mund me arritën e këta. Që shka arrit ajo s'moj me arrit. Nuk mund me ti xhamat, nuk më bëj këta, ajo është të merr, çfarë të kanë jetën tonë. Po gjithmonë bëu me mendu mirë, pozitiv. Se çështët nuk kanë dorën tënde, as në dorën e filanit. E jotja është me mendu mirë. Pastaj suksesi vjen prej Allahut azza wa jalla. Mirë. Ç'është optimizmi në anën tjetër. Thanë më adhurim. Ç'është optimizmi kena me kthy në anën tjetër. Do e shikojmë frytet e optimizmit çush na i fitojmë kur na i përmendemi emrat e Allahut azza wa jalla. Al-asmaul husna, emrat e Allahut azza wa jalla. Këtu çka ka at-tafaul, optimizëm, subhanallah. Çush njëri e fiton këta? Do të thonë frytet. Fawaid, frytet çush e fitojmë këta? Mirë, anna Allah Karim, mënen, Allah është bujar. Anna Allah Razzaq, Allah është furnizues. Anna Allah Wahhab, Allah është për që t'jep, apo Wahhab, t'jep Allah azza wa jalla. Kur na i përmendni çta emra, që janë emrat e Allahut, po janë edhe cilësitë e Allahut mbrana, çka përfitojmë? E përfitojmë optimizmin, pozitiv fitojmë e që është fryt dobi e mendimeve tona. Çush kupton këta? Për shembull ti o Allah Ente Kerim, ja Allah Kerim ti bojar ti, për çka pelut Allah me dhe? Pelut Allah që është bojar, ose da me të dhanë diçka, po që me të dhanë diçka, ose po da me të falë Allahu azza wa jalla. Apo, e shka është kja? Optimizm. Për nëse emrat e Allahut, ti pe kërkan frytin e optimizmit. Po shpresan, po mendan, çka pozitiv. Rëzat, Allah është furnizues, o Allah jep, o Allah furnizam, Allah është, da më thonë ti po mendan, pozitiv. Tek Allah azza wa jalla. Fryti i optimizmit. Wahhab, Allah është dhurues. Ja Wahhab, e thirr Allah azza wa jalla. Për mes emrave të Allah dhe cilësitë e tij, ti e fiton kun optimizmin e fiton. Do të thonë që në ndan mirë optimizmin fiton, do të thonë dukurinë, do të thonë që është pozitive. E për tyre do të thonë edhe nxjerr, çka nxjerr dobitë e tyre. Për dobitë që nxjerr për tyre do më thonë qetësia shpirtërore. Kur të lutë Allah në azza wa jalla, për shembull ti ski, do më bëj optimizëm përmes emrave të Allahut. Ja Razzaq, o Allah jap më moshet. Çka fiton ti? Fiton qetësi shpirtërore. E din që nuk t'jap kërkoshi që rreth përveç Allahut azza wa jalla. Pastaj çka fitojmë? Hapja e gjoksit. Kur ti thu ja Allah anta al-wahhab, anta al-wahhab, ti thua Zot ti ai i cili jep dhuru, ti ai i cili jep. Gjuksi jot është i ngushtë. Apo ti e ke përfitu optimizmin, e ke përfitu pozitiv. E frytet e pozitive optimizmit është që ta hap gjoksin. Në i ngushtë kon gjoksin, në moment që ki përmen emrat të Allah, cilësitë të Allah, ka orë pozitiv, çdo sen ka orë, domethënë frytet e optimizmit. E treta, fitimi mbështetjes në Allah azza wa jalla. Kur njeri përmen këta emrat të Allah azza wa jalla, çka fiton? E fiton në mbështetjen e Allah azza wa jalla. E din që furnizuesi, rregulluesi, ai i cili të jep, ai i cili më jep çdo sen, është Allah. Kur na duhet të mbështet? Me tawakkal ala Allah. Ju mbështetni Allah azza wa jalla. E që kjo është që e fiton
emrat e Allahut azza wa jall shtyn ata që ti më bëu optimizëm. Shtyn që ti me mendu mirë, me mendu pozitiv. Subhanallah. Pastaj vëllezër, optimizmi ka qenë menhej i profetëve. Optimizmi ka qenë menhej i profetëve. Ideologji e profetëve. Ideologji e profetëve. Për këtëve ka rrjedh optimizmi. Lejtë çka të njerëzit. Optimizmi ka rrjedh, ideologji e profetëve ka qenë. Shikot në thonë rastin e parë, cekmi Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Kur kanë ardhur dhe kanë përgozu që Allah dhe gjë kanë gëzu dhe thonë me djalë kështu të mëra. Çka ka thonë Ibrahimi? Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun. Të më të vërtet ai i cili wa man yaqnatu min rahmati rabbih. Në ato nuk i shkput kërkush mëshirën, nuk e humb mëshirën e Allahut azza wa jall. Vetëm se ata të cilët janë të devijuar. Çka përfitojmë këtu? Optimizmin e Ibrahimit alayhi salam. Ka mendu mirë, pozitiv. Jo, Allahu ka më na furnizu. Allahu ka më na dhënë këto. Edhe çka po thot, nuk e humb mëshirën e Allahut vetëm se popull apo njerëz që janë të devijuar. Rastin tjetër e kemi shembull Jakubin alayhi salatu wassalam. 30 vjet se ka po Jusufi, pivozimi, 30 vjet se ka po. Paramendaj subhanallah. Çka thot Allah në Kur'an? Innehu la ya'asu min ruhillah illa al-qaumul kafirin. Thot shkoni, kërkani Jusufin, se nuk e humb shpresën dhe mëshirën e Allahut vetëm një popull që është kafir. 30 vjet se ka po Jusufin, pivozimi, djalin e vet se ka po. Jakubi alayhi salatu wassalam. Mirë po, qëra optimizmi, mendimi pozitiv për Allah. Çka po thot? Ja, nuk e humb shpresën dhe mëshirën. Muslimani s'ban humb as shpresën, as mëshirën. Përveç kush e humb? Illa qaumul kafirin. Vetëm se populli që është mosbesimtar. Allah na ruaj. E kemi Musain alayhi salatu wassalam. Çka eki me Firaonin? Mu mundu me kthy, me besu Allah, me besu pejgamberin që ka qenë Musa alayhi salatu wassalam. Mirë po, mu mundu popullin e vet me marrë kështu të mëra. E marr popullin e vet, fond, historia, tregimi, jeta e tij, ju drejtu domethënë detit. Kur ju drejtu detit, e panën populli vet, ku va më shku? Çka tha Musai? A i ra optimizmia? Me mendu mirë, pozitiv. Çka tha ai? Inna ma'iya rabbi seyahdin. Zoti është me mua. Allah mu ka më cilë rrugë. Subhanallah. Kjo është optimizmi. Me mendu pozitiv. Qoftë për Allahun, qoftë për Allahun tanë, qoftë për jetën tanë. E kemi rastin tjetër, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ku ka shkuar popullin Taif, me thirrje në Islam. Kanë dalë njerëzit, ju të mërqër, njerëzit që s'kanë logjik, i kanë shqit, kanë dalë grav, kanë dalë fëmijë, apo gjune ka thonë Muhammedin, e kanë gjunë, kanë bëj gare, dhe sa ka në transmetim e kanë për gjakë. Thëjnë që pejgamberi e ka hub që shpinte na pule në barri ka hub, që shtot po shprejna. E ka hub rrugën, gjakë ta në anë ka pas. Edhe e ka mësy, 8 kilometra ka hecë dhe nuk e ka di kohë të shku. Dhe se ka zbrit Gjibrili, ka thonë me mu është një melek, kur se ki pat melek, a mu është melek i kodrave. Pasaj ka thuj melek i kodrave, ka thonë, o i dërgumi Zotit, unë jam obligum prej Allah, qka thuj te? Ka thonë, a pishen këta dy kodra, i shkatërraj, i mbyti krejt. Ku është optimizmi për Ahmet sallallahu alaihi wasallam? Çto është optimizmi? Sa të mu me fol për mu keqën, ai ka fol keqë, unë ku shka i baj. Çfarë shka kthejone? Çore për Ahmet, me të përgjak, mes me desh, mes me të besu. Optimizmi për Ahmet për mina ka. Të mendu mirë, pozitiv, çka ka thonë? بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Që shka vëta të Ahmet sallallahu alaihi wasallam, qërë optimizmi, pozitivi. Po dhe unë shpresoj që për qiti popullit, Allah Azogjel ka me nëzirë pasarësit e tëre që kanë me adhuru Allah një dhe nuk kanë mi bu shirk. Edhe vërtet është.
Mas vdekjes së Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, populli më i dashur ka qenë Taif. Derisa Abdullah ibn Abbas ka shku ka jetu atë dhe atë ka vdek. Prandaj subhanallah. Shikosh ka me thonë o vllazni, optimizmi, origjine profetëve, gjithmonë kanë mendu mirë. Prandaj me thonë me lekë më thonë, hey, çështja ka bu populli, nëse dan ti, edhe ka pot me drejt, push ka të rrjedhur kry. Sikur Nuhi alayhis salam. Çe ka thonë, Zot, asnjë prej tyre në tokë mos e lë. I ka ardhur fundi. Semudit, Adit, gjithë këta popit e pejgamberësh kanë qenë mesën tyre, Lutit. Domthonë gjithë këta profet kanë lutur, domthonë Allah, i kemi treguna, s'po do me besu. Ata subhanallah, kanë pot me drejt. Mi po na po kthehemi te kushte optimizmi. Shiko pejgamberi Allah. Me mendu mirë, me mendu pozitiv. Pastaj o lezër, rase tjetër në jetën e pejgamberit kena me fol për optimizmin që ka qenë ai. Rase tjetër kanë ardhur mushrikët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thonë, shërë, nëse dan gra më të mira të japni. Nëse dan pasuri, nëse dan më bë djaloshi më i mirë, domethënë çabe që shafi të ketë me vepru, këtë bojmë. Pranaje, vetëm dinin fejen që i të thonë ti, mos e thuj, mos i thër njerëzit, që ka thonë pejgamberi. Në më vendos diellin me një anë, dhe hanën me një anë, kur s'ka me lanë ato që të morë për Zotit mu. Që ta më thonë o lezër kja? Optimizmi, mendimi pozitiv, ata kanë mendu diçka keq. A pe kupton se kanë ëndra atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse ky më shpërnda Kur'anin dhe Sunetin? Pse na madhu Zotin? Dhe sa mendimi i mirë për fejt, çka po thot? Edhe diellin me një anë, hanën me një anë me maçit, nuk ka me lanë këtane. Ka me vazhdu mendimin tem që e kam të hajrë dhe të mirë, pozitiv. Në më shiko optimizmi. O ju lezër, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka mësua dhe sahabët me qenë optimizëm. Me mendu pozitiv. Ebu Musa Shari, Muadh ibn Jabelin, ku e ka dërgu një për Jemena, për Sene, apo sahabit tje ku e ka dërgu, i ka mësu me qenë, da me thonë, me mendu mirë, pozitiv, optimizëm me qenë. Shka i ka thonë, beshiru, wala tunathiru, wa yassiru, wala tu'assiru. Përgëzani dhe mos kërcenani. Dhe më thonë, përgëzaj i fali njerëzve për xhennet, mos i fal për zërë xhenemit njerë. Qërë për ame optimizëm shpijet. Pozitiv me mendunja, kitë me pozitiv. O yassiru, po tatë letani, wala tu'assiru, dhe mos vështërsani. Po i mësan për Ameri sallallahu sallam, edhe ata, edhe popën e tëre, kush kanë davet, me mendu pozitiv, me pot optimizëm. O ju vlezër, ashtë shumë që për Ameri sallallahu sallam e ka përdor optimizmin, në binat në ndëgjeve që to, interesant, ashtë shumë që e ka përdor optimizmin, për Ameri sallallahu sallam, me mendu mirë për njerëzit, njën e ka pot emrin sehel, i letësun. Që e ka thonë për Ameri? Ti gjithmonë kemi pot punë të letë. Gjithmonë, a përsheni da më thonë optimizmi që ka pot për Ameri, emrë, ne, vesh emrë që ka pot. Jush kjo, edhe shumë rase tjera ka ndodhë. Ja ka litu për minjarë, ka mendu mirë për minjarë. E ka shti da më thonë me mendu pozitiv, e ka shti me ato që e konë zemrë me vazhdu. Parandej për këtë sahabi, shfar gzimi ka qenë, thonë, hej, unë e kam sehel, e për Ameri për më thotë, ti ki emrën të letë, se sehel i ka të shka që të letë. Thotë, këtë qështet e tua, shak i jetën tonë, edhe ma letë kanë më kanë. Shfar gzimi ka një ajë, subhanallah. Pasaj e vlezër, dhe i so për Ameri sallallahu sallam ka qenë me optimizm, i ka mësu sahabët, dhe i se i ka ndalu njerëzit, qka me qenë kundër optimizmi. Qka ka thonë për Ameri? Men kale, haleke nasu, fe hu ahlekuhum. Thët kush i thët njerëzit, ju më prish njerëzit, a ki pas shuna, ju më prish njerëzit, krejt, s'ka më të mirë, sene. Kujdes, për Ameri, po thët, këtë kuptim të hadithit, dhe më thonë që po i shtyn optimizëm, mësë me ndalu optimizmën, e kemi të ndalu në me thonë njerëzit kështot në. Shka po thotë për Ameri? Kush i thot njerëzit, ju më prish njerëzit, ju shkatru njerëzit, krejt, ju më bua Allah në ujë. Shka po thotë për Ameri? Ajo është i pari i prisht. Që është fanë Allah. Ku është optimizmi për fejtit se në losem që po i shtyn njerëzit, që edhe njerëzit mi dhanë sende pozitiv, mi dhanë optimizëm, me mendua i mirë,
me mendu pozitiv, me arritje pozitiv, do të thonë që shtanëm, në shumë sende hyn kjo temë. Qoftë për vetën tonë da me arrit diçka, gjithmonë me optimizëm. Për po kam arrit me lejnë Allah. Allah ka më ndihmu mu. Qoftë për lojnë tonë ta të më mendu diçka, jo me nda mirë, me nda pozitiv. Qoftë për shembull që na kush ka arrit dhe ti da me arrit, edhe ti mundesh me arrit një gjë të tillë. O ju vëllezër, gjithë pasane që falem na, që tash e përfundojmë, optimizmi nuk vjen vetë. Sendet pozitive nuk vjen vetë. E njëjta gjë. Kur të folmë vllaznia për mëshirën e Allahut, Allah falë, Allah i kështot, Allah i kështot, Allah i kështot, apo mirë, a do të më marr hapat, sendet, sebepet, shkaqet për me na falë Allahun, apo vetëm me mendu me thonë Allah Zotin e na falë. Jo, do të më marr shkaqet, sebepet, se çka na fal Zoti. Edhe te optimizmi o i vëllezër është e ngjajshëm, e njëjta, që nëse dojmë na me qenë me mendu pozitiv, do të marr shkaqet e pozitivit. Shkaqet me qenë optimizëm. Argumente keni këto. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha qamat as-sa'a wa fi aydi ahadikum fasila fa in istata'a an yadhrisaha falyaf'al." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se në ato minuta bëhet kiamet, e shen të prish dynjaja, qielli të ra, dhe në dorën tane ngjitet një bim, thot në qoftë se ti ki mundësi me ngull atë bim tokë, falyaf'al, bëhe po thot. Çka do të thonë vëllezër? Dy sene lidhen këto. Dy sene lidhen vëllezër këto. E para, optimizmi, me mendu mirë, te e ki, me nda mirë, ta ngullim edhe qëta, edhe dyta, sebepi, gole. Falyaf'al, po thot pejgamberi, gole. Kjo është argumente që optimizmi, sendet pozitiv nuk vjen vetëm haq ashtu, do të punë, do të sebepe. Rastin tjetër, argumentin tjetër o ju vëllezër e keni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdesu në ato që ty të ban dobi dhe kërkaj ndihmën e Allahut dhe mos u baj i paft. Shiko hadithin se qysh pejgamberi po e lidh optimizmin. Kujdesu në ato që të bojnë dobi ty. Kush na ban dobi? A ma mirë me mendu keq, a me mendu mirë? Ma mirë me nda mirë, pozitiv. Kujdesu për optimizmin. Wasta'in billah. Edhe pse ti i kujdes për optimizmin, me mendu mirë, pozitiv, do të kërkoj ndihmën e Allahut. Jo Allah, të mundsa ma këto larga ma keq apo diçka ngjajshëm. Wala ta'jiz, dhe mos u baj i paft. Qysh mos u baj i paft? Ti mundo me mendu mirë, mundo për me arrit atë qëllimin tonë, mundo me largu për të keqës, edhe kjo në kuptim, mundo me qenë pozitiv me mendu për jetën tonë, për vllahun tonë, për çdo sen. Kërkoj ndihmën e Allahut. Po nëse nuk arrit ato që ti ki qenë optimizëm, çka do të më bëj? Mu i dhërua? Jo, mu pajtu me caktimin e Allahut. Nëse me hap derën e shejtanit, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë walau, ka thënë teftah abwaab e-shejtan. Ka thënë kututje sukur, ka thënë ja ki hap derën e shejtanit. Mi po, kujdesu me ata që ty të ban dobi, kujdesu për optimizmin, moj ata pozitiv, mendo gjithmonë pozitiv, kërkoj ndihmën e Allahut, merri sebepet, mos u bë i paaf në çështet e sebepeve që e kërkan dallën optimizmin. O ju vëllezër, pa zgjatur shumë, kjo është ligjërata e santi, e lutë Allah azza wa jall që këta fjalë që i thash bëjnë dobi tek unë vetëm ten, edhe pastaj tek ju të cilët e keni dëgjuar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu shpëlbet. Jazakallahu khair. Allah yahfazukum. Shukran.